5.8 milion lek të reja janë shtuar në buxhetin e Bashkisë Lezhë, në kuadër të grantit të performancës së përfituar për vitin 2025. Këto fonde do të shpenzohen për emergjencat civile, ku do të ndërtohen 2 prita malore dhe do të rikonstruktohet një urë në njësinë administrative të Zejmenit, një ndër zonat më të prekura nga moti keqi këtij dimri. Ky fakt u bë i ditur nga nënkretarja e Bashkisë Lezhë, Brikena Vuksani, gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ku miratua kjo shumë për realizimin e këtyre investimeve. Në kuadër të grantit performancës që Bashkia Lezhë ka përfituar gjatë vitit 2025, për aplikimin e projekteve që ka bërë gjatë këtij viti, janë rreth 55.8 milion lek të reja që janë i shtuar në buxhetit e bashkisë, ku cilat 3.2 milion lek janë grante që vijnë nga donatorët e huaj. Ministria e Financave ka bërë alokimin e pjesës tjetër gjatë vitit 2025, do alokohet me tepricat e vitit, ndërsa pjesa e donatorëve ose financimit huaj ka lënë për vitin 2026, e cila Bashkia Lezhë ka vendosur që t'i kalojë në kuadër të emergjencave të programi Renditje dhe Siguria Publike. Janë 3.2 milion lek të reja që shkojnë për ndërtimin e 2 pritave malore dhe një rikonstruksion ure në fshatin Zejmen, të njësi administrative Zejmen. Rreshtet e dendura të shiut të fillim janarit shkaktuan përmbytje në disa zona të Bashkisë Lezhë, ndaj po identifikohen pikat më problematike për të ndërhyrë me qëllim minimizimin e pasojave që sjellin vështrime të ujrave.